Pra, parashikoni një nga mundësitë apo skenarët që vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme për të shmangur një lloj krize. Jo krize, jo, që të marrë ky 2/3. Po pra, sepse nuk do të arrijë praktikisht përpara. Po dala e vëzonja, atëre nuk jam shprehur unë sakt. Bën sondazhin, nëse sondazhi i del që merr 2/3 të futën zgjedhje, pse? Edhe nëse të jetë në prag të 2/3-ve, hyn në zgjedhje se ka një rregull, sa je afti të bësh fushatën elektorale dhe çfarë do premtosh. Kjo do të thotë që Çfarë do premtosh dhe sa do t'ja marrësh kundërshtarit. Se dhe kundërshtarit me interes ja merr. Le të them këta e bleve, nuk fritet me blerje në politik. Fritet ke apo s'ke interes. Është interesi primar. Dhe brenda këtij interesi lëviz dhe numri. Tani të shikojmë. Jo, është qasje shumë interesante për të parë nëse. Por ama duhet të shkojë. Kemi zgjedhje. Por ama duhet të shkojnë zgjedhjet e reja. Shenjat janë sikur i ka ardhur rrotull. Por qofsha unë i gabuar. Indirekte kam kuptuar që do të shkojnë zgjedhjet e reja. Ka një gjë, nëse ti hyn. Një kryeminist. Po. Që hyn për të marrë 2/3. Dhe zgënjen me. Dhe nuk e merr, do t'jap dorëheqjen. Do t'japi dorëheqjen.